opozita shqiptare ndjen detyrimi dhe obligimin publik të paraqesë në kuvend vizionin e saj për procesin e nevojshëm për miratimin e ligjeve që kërkojnë konsensus dhe të angazhohet pa asnjë rezervë për një proces konsensual mbi një vizion të përbashkët integrues. Kemi bërë gjithçka që na takon për të krijuar kushtet që kërkon procesi dhe për të ndërsuar ato prioritete ku rolin ton s'mund ta luaj askush tjetër. Askush tjetër nuk mund të jetë prezent për ne në parlament në emër të opozitës. Dhe ne jemi këtu prezent plotësisht. Kemi plotësuar kushin e parë që është për ne dhe vetëm për ne, askush tjetër. Nuk mund ta bëj të mundur për ne pjesëmarrjen në reformën e procedurave parlamentare dhe të institucionit të parlamentit që janë kritikuar fort nga Bashkimi Evropian. Prandaj, edhe kemi paraqitur kuvendit draftin e ndryshimeve konsensuale të procedurave duke mos kërkuar asgjë më shumë se sa lirit dhe të drejtat që gëzonit në sallën e parlamentit kur ishit në opozit. Ne u sigurojmë, ju si mazhorancë, kryeministrit, ju si drejtuese e parlamentit, se kthimi me votë përbashkët në konsensusin e 6 viteve më parë për funksionimin e bashkëjetesës qeveri-opozit në sallën e parlamentit me standarde normale europiane është një sinjal shumë kumbus, i mirëpritur dhe shumë domethënës për Bashkimin Evropian në prag të përgjigjes që presim të gjithë ne së bashku prej tij, sesa një arnim më shumë për kodin rrugor të Republikës Shqipërisë. Jemi të hapur që mazhoranca, qeveria, të shtojë dhe pika të tjera nëse dëshiron këtë pakt. Nëse opozita nuk i duhet si alibi që të rri larg lëndës së madhe të Bashkimit Evropian duke marrë statusin e kandidat. Nëse do vërtet votat tona në parlament për një Shqipëri europiane që fillon nga fryma europiane në procesin politik. Se duhet patjetër që të gjetë diçka pozitive në atë që dëgjuam më sipër. Unë mund të them që është fakti që u lexua në këtë sallë pakti i Edi Ramës, sepse me sa duket grupi parlamentar i Partisë Socialiste është ndërgjegjësuar që ky kuvend nuk merr as urdhra dhe as porosi nga frëngjit e partive. Rreth një javë përpara, por edhe sot që po flasim, po na thuhet se kemi përpara 10 pika, se vetëm pas plotësimit tyre vjen lumturia dhe begatia për të gjithë shqiptarët. Nuk dua t'u përgjigjem atyre pik për pik. Kjo paket, apo i ashtu quajtur pakti Edi Ramës, është si pseudo kauza e kutisë. Parlamenti nuk shqyrton, nuk shkruan letra të hapura dhe nuk vihet në lëvizje përmes tyre, por prodhon ligje dhe vendime. Kuvendi i Shqipërisë nuk ka ndonjë arsye që të mbajë frymën dhe të ndalë funksionimin e tij normal për shkak të një letre që shkruhet dhe lexohet jashtë mureve të tij, pavarësisht kush është autori i saj. Por është i detyruar të shqyrtojë çdo nismë ligjore që ndjek me përpikmëri rregullat e tij. E vetmja gjë që ka bërë opozita deri tani është depozitimi një pakete ndryshimesh në rregullore. Dhe vetmja gjë që ka bërë kuvendi është futja në procedurët e tyre. Integrimi nuk është detyrim vetëm i majorancës. Ndaj dhe me të nuk mund të bëhet pazar. Edi Rama po na paraqet si një çështje që opozita nuk ka asnjë përgjegjësi, ndaj dhe duhet shpërblet me copa pushteti dhe me begenisje në këmbim të kontributit të saj. Bashkimi Evropian kërkon shkoqur që të miratohen ligjet me 3/5, por të thuash që duhet kthehemi patjetër tek viti 2005, tek rregulloria e vitit 2005, bie ere keqe ultimatumi dhe bllokimi. Edi Rama thot se duhet kthehemi patjetër te rregulloria e Ylli Bufit, ndërkohë që vetë autorin e saj e ndëshkoi dhe e nxorri jashtë parlamentit. Ajo që mund të themi pa më dyshje sot, është se jemi gati që rregulloren tonë jo perfekte, e cila ka qenë e tillë edhe në vitin 2005, ta ballafaqojmë dhe ta përshtasim me praktikat më të mira të Brukselit me atë të Parlamentit Evropian.